së opozitës dhe apelit faktori ndërkombëtar, mazhoranca po shkon drejt ndryshimit të kodit penal për të shmangur pezullimin e drejtuesve të institucioneve të caktuara. Si mund të parandalohet, mbi çfarë mekanizmesh? Kryengritja paqësore nuk ndal. Ne jemi në kryengritje paqësore. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk dorëzon veten e tij. Ai e ka të qartë si drita e diellit, se pezullimi i Lubis do të thot pezullimi i tij. Sepse Lubia është vetëm prestonome i Edi Ramës. Mu nuk më vjen keq për atë, për Lubin. Jo. Sa ajo është ajo i përket ekipit të keqnisjes. Kanë patur aty nga vitet 70 një rrymë në letërsinë parapsikologjike, po që kishte edhe një shprehje në realitetin le malparti të keqnisurit. Këto ishin për dal nga letërsia në jetë, këto ishin grupe të cilat në kërkim të boshit dhe absurdes zhduknin çdo lloj kufiri, norme dhe etike. Le malparti. Duhet interesoj se tani është e viteve 60-70. Tani, këta janë të keqnisurit që vinë nga bashkia. Dhe këta ju garantoj se kanë krye krime monstruoze, por gjithçka kanë bërë me urdhër të Edi Ramës. Gjithçka. Kështu që unë pyeta një nga ato avokatët e Edi Ramës parlament. A je gatshme ti të shkosh ta vizitosh në burg Lubi Ballukun? Dil thuj. Nuk e tha. Jo. Nuk tha se do shkoj. Pra, limoni shtrydhur, edhe Lubia. Kështu që ai e din që anullimi është vetëm Edi Rama. Dhe kërkon t'i shpëtoj me një ligj. Unë ju garantoj ju se s'do shpëtoj dot me asgjë. Unë i them Edi Ramës, nuk do shpëtosh dot me asgjë. Unë i përshëndes herojtë e protestës, të cilët janë të ri, nga 16 në 21 vjeç, që janë sot në gjykatë, pa asnjë akuzë, vetëm për urrëtitjen patologjike të Edi Ramës ndaj të rive. Urdhri ka qenë të arrestohen të ri. Por unë siguroj se protestën tjetër do t'jetë dy fishi të rive. Se zemrimi i të rive është i pakufishëm sot ndaj tij, që don tani të ndryshojë dhe ligjet. Të krijojë një parzmore tjetër, që të vjedh si i pangopur dhe këta t'ja mbathin nga Shqipëria. Nuk do mund të ndodhë kjo. Gjykoni vendosjen sot të ish-deputetit demokrat Dash Sula në krah të djathtë të kryeministrit Edi Rama. Me që se u la me kuptu që e keni parë. Që në fillim i thash, mos themi puthu me Milon, puthu me Dashin. Kjo është gjithë puna. Kjo doli. Zoti Berisha, protestën e 10 shkurtit ju e cilësuat si shënjuese në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve në kryengritje me ato që e cilësoni një regjim. Ndërkohë paralajmëroni një tjetër protestë të fuqishme në datën 20 shkurt. Çfarë do të ketë veçantë kjo protestë dhe a do të shkojë reagimi opozitar më i fortë, më i ashpër, si do të jetë qasja? Protesta do të jetë
dhe njëherë, për demokratët dhe opozitarët, paqja është forca. Forca jonë nuk kërkojmë dhunë për forcë, për kundrazi. Ne të merrojmë, ju e patë se që bëri Edi Rama, në pabesi dhe krim absolut, qelloi protestuesit në kokë, 3 pluma. 3 pluma, Ilir Tushi, Dem Dollapi, Luan Leshi dhe një zonë, ajo në krah. Këta të 3 në kokë, njeri këtu, tjetri në ballë, tjetri mazveshit. Që të 3, ata mund mos ishin sot. A i donë me çdo kush gjak. Ne nuk i përgjigjem. Dhe u them protestuesve. Mos konfondoni kriminelt që këta i kanë bërë snajper dhe i urdhrojnë qellojnë ajush me policë të thjesht. Policë të thjesht janë absolutisht shumë më afër me protestuesit se sa me organizatën kriminale dhe antarët e saj dhe Edi Ramën. Ndaj dhe ne, një policë të plagosur nuk e pa. Lërë shtonë ata. As një policë të plagosur, as të gërvishtur. Jo, nuk kanë protestuesit. Nuk shkojnë aty për të qelluar policët. Nuk shkojnë aty për dhunë. Shkojnë të gjithë urrëtitjen kundër Edi Ramës zyrës së tij. Po, aty është përqendruar urrëtia dhe zemrimi popullor. Dhe ky përpiqet përdor policë si mish për top, siç i përdori qytetarët në 2011. Por kjo është tjetër lloj. Është kryengritje paqësore kjo. Jemi në fushë betejë. Do e fitojmë të luftën. Ne çdo betejë që kemi nisë e kemi fituar, po jo luftën akoma, e thash unë. Do fitojmë luftën. Ju e keni pa. Jehonën më të jashtëzakonshme, më të rrufeshme. Protesta e 10 shkurtit. Të gjitha rrjetet televizive të botës. Dhe duke nxjerrë para ekranëve fytyrat e urryrat Belinda Balluku dhe Edi Ramës. I keni pa vetë. Në të 4 anë. Ndaj dhe këta sigurisht Edi Rama ja u them qytetarëve, gjersa ne t'i tregojmë vendin në mënyrë përfundimtare, ai nuk ikën se ka të merr, sepse absolutisht në qindra firma ka vetëm krim, vjedhje, krim. Asgjë tjetër. Nuk mund të skaj, ai ju e shihni vetë si është. Tani ngushëllohet sot me te. Faleminderit.